Qytetarë të Korçës, aktivistë, artistë dhe përfaqësues të shoqërisë civile janë mbledhur në ditën e 3 të protestës të organizuar në mbështetje të çështjes së Zvërnecit. Të pranishmit kanë marshuar dhe kanë shprehur kundërshtimin e tyre për zhvillimet që lidhen në këtë zonë, duke kërkuar më shumë transparencë, respektim të ligjit dhe mbrojtje të pasurive natyrore e publike. Gjatë protestës janë mbajtur pankarta dhe janë artikuluar thirrje qytetare, ndërsa organizatorët kanë theksuar se reagimi do të vijojë edhe në ditën në vijim deri në dëgjimin e kërkesave të tyre nga institucionet përgjegjëse. Protesta është zhvilluar pa incidente dhe në mbikëqyrjen e forcave të policisë, ndërsa pjesëmarrësit kanë bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të gjerë qytetare në aktivitetet e ardhshme. Dhe sot, me prezencën tuaj këtu, jam shumë e lumtur që t'ju tregoj që ne nuk jemi indiferent, ne jemi qytetarë, ngrihemi atëherë kur ndjehemi të shtypur, protestojmë kundër arrogancës, kundër ajdutërisë. Populli është i lodhur, i mërzitur dhe nuk e duron dot më. Prandaj, ik, largohu. Rama ik! Rama ik! Rama shporu! Para tuaja, ju se dini, mësoni, të pedonalet. Unë isha i pari që shkrot atëre, që kur me pedonale që Korça dovës, brazët një ditë. Pse? Sepse duhet kemi parat të venë në këto lokale. Ku do që kemi parat?